Punimet për ndërtimin dhe sistemimin e parkut rekreativ të Shkodrës po vijojnë me ritme të kënaqshme duke sjellë ndryshime të dukshme në një nga hapësirat më të rëndësishme publike të qytetit. Projekti synon krijimin e një ambienti modern dhe funksional për familjet, të rinjt dhe vizitorët me zona të gjelbra, kënde çlodhjeje dhe hapësira për aktivitete rekreative. Punimet për parkun rekreativ të Shkodrës po vijojnë me ritme të mira. Ky investim synon krijimin e një hapësire çlollëse dhe argëtuese për të gjitha moshat. Qytetarët shprehen të kënaqur me ecurinë e punimeve, por krahas vlerësimeve pozitive ata kanë shprehur edhe keqardhje për dëmtimet e herpashershme të infrastrukturës publike. Ka fillu mu ba, po inshallah do bëhet edhe më bukur. Kena besim. Me bëhet mirë po, bëhet. Me ditë me muat njëri e mirë po. Çuan tu kaluan e maton, ka vajfuat ja fut shkën storit e hënë tokë. Kur bëhet jetë të bëhet mirë, dalim pensionistë, dalim gjire të vëgjishë. Sipas autoriteteve vendore, parku do të dominohet nga gjelbrimi dhe do të shërbejë si një hapësirë hapur për familjet, të rinjt dhe qytetarët që kërkojnë natyrë, qetësi dhe përmirësim të cilësisë së jetesës. Projekti synon ta shndërrojë këtë territor në atë që tashmë cilësohet si Mushkëria e Re e Shkodrës.